Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma mes. Zgjedhje apo zgjidhje? Kjo është dilema pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila i dha afat shtesë pushtetit e Kurtit për të provu për ta zgjedhur presidentin. Ndonse aktgjykimi është krejtësisht për mua jo i rregullt, për shkak se vendosi me dhonë 60 ditë për zgjedhje të presidentit, ndërkohë që shkeli 30 ditëshin që është patjetër që duhet mu zgjedh presidenti, përndryshe vendi shkon zgjedhje, por megjithatë, të gjitha partitë politike janë të obliguar ta respektojnë këtë aktgjykim. Përgjatë këtij një mujori që ka në dispozicion zoti Kurti, e ka në dorë nëse do president të ri dhe të shmang zgjedhjet, apo nëse do zgjedhje, pastaj për t'i fajsu parti tjera politike, se gjoj ato pa mundësun zgjedhjen e presidentit dhe me këtë kartë të shkoj në zgjedhje. Sidoqoftë, unë besoj që është koha për zgjedhje të reja, sepse zgjedhjet e reja janë zgjidhje. Për Visarin nuk e di. Visar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zgjedhje apo zgjidhje për ty? Sepse në këtë lëmsh ka zgjidhje nëse ka vullnet. Problemi është që drejt tash s'kemi pa vullnet. Që ajo të shten me mendu që ma shumë kena me shku në zgjedhje se sa që kena me gjetë zgjidhje. Ka mundësi për zgjidhje, gjithësisht që the edhe ti. Po të kishte qenë bota marë që thonë, unë natyrisht që kisha pas ma shumë, kisha preferu me pas zgjidhje se sa zgjedhje. Mirë, po në situatën aktuale po duket që zgjidhja vetëm mund të jenë zgjedhjet. Për shkak se na nuk është që s'kemi pas kohë, na, në kuptimin, partitë politike, në rast, zoti Kurti nuk është që s'ka pas kohë për me arrit marrëveshje për presidentin. Tash gjykata kushtetuese, siç e përmendet ti në arsyetimin e vet, tha që në vendimin e vet, tha që do të mjallon edhe 34 ditë se më konsumuaj 60 ditë, po këtu nuk ka qenë problemi i mungesës kohës, ka qenë problemi i mungesës vullnetit politik për me gjetë zgjidhje. Sepse pozicioni i lëvizjeve vendosi se zoti Kurti ka shikti kësaj çështje ka qenë më shumë në kërkesë për them ashtu në nënshtrim të partive politike se sa marrëveshje për një. Në situata të tilla, në një demokraci funksionale dhe normale, partitë politike ulën edhe merren vesh, edhe bojnë marrëveshje politike. Do po e quajmë marrëveshje klasike politike, quaj që është dush. Marrëveshja politike nën kupton po e ndajmë pushtetin. Apo jo? Domethënë po e ndajmë krejt resurset qeveritare, presidentin e kështu me radhë për gjendjen e zgjidhje. Partitë politike nuk votojnë për një çështje të caktuar, pa e pas edhe interesin e vet parasysh. Dhe interesi i tyre nuk është domosdoshmërisht interes egoist siç po përcaktohet nga një është ndarje përgjithësive. Është ndarje përgjithësive, pra është ndarje, domethënë ti si parti politike beson që programi yt dhe puna jote do të kishte më qenë më e mira për vendin. Dhe kur ke rast që më zbatua të mirë për vendin, ti natyrisht je shfrytëzar, kur s'ke rast rënë s'ke çfarë bëj. Unë mendoj që këtu në Kosovë për një kohë gjatë, e kjo kogja shumë edhe për shkak tonin, pra të lëvizjes vendosi atëherë dhe më vonë që ka vazhduar, është demonizu fakti që partitë politike kur ulën në tavolinë kërkojnë me nda përgjegjësi. Pra këtu në një farë mënyrë shihet ajo sikur luftë për pushtet. Po Kurti ka nda përgjegjësi. Mas pari një gjë me LDK-n i ka nda ministrit. Qytetarët e Republikës Kosovës do të kuptojnë një gjë shumë të thjeshtë, që fatkeqësisht po duhet me përsërit. Partitë politike si të organizohen dhe dalin zgjedhje, ato janë luftë për pushtet. Apo jo? Që kjo arsyeja pse ekziston parti politike, por pse ekziston. Ku do mbot, jo vetëm. Gjithmonë ideja e organizimit parti politike është lufta për pushtet. A fiton as fiton ajo tjetër gjë pastaj. Po ti çast synim e ki. Dhe kur të vjen rasti, siç është rasti tash për shembull, unë mendoj që kanë legjitimitet të plot partitë opozitore me thonë në rregull jemi dakord për marrëveshje, po e ndajmë kështu, edhe po bëjmë marrëveshje. A ka nevojë Kurti për bashkëqeverisje, kuptimin e numrave në kuvend ju, mirë po Kurti ka nevojë të numrave në kuvend, është me zgjedh presidentin apo jo. Dhe për këtë do të më ulë dhe me fol.
Në këtë drejtim unë konsideroj që këtu çështja ja ka nisë mbrapsht. Kurti ka dashur me kriju krizën, duke formu qeverinë dhe pastaj duke mos e vë atë fare në tavolinë. Dhe tash hajde po bëjmë diskutim vetëm për presidentin, çysh më aposi. Dhe në fund çka bëni? I qiti dy kandidatë vetë tha që ta shebjen që hajde po ulëm dhe po flasim ja për Glaukun, ja për Fatmirën. Ky s'ka kuptim më. Në që drejtim po mendoj që krahas dhe jashta deklarimeve të Albin Kurti, që kanë qenë shumë më të matura e shumë më konstruktive, krahasuar me cilën do periudhë të kaluar, veprimet e tij nuk kanë dalluar fort. Mos ta kish bëu Fatmira për presidentin. Po nëse i binde, po të votojnë, domethënë nuk e kam Ashtu çfarë mendon? Ja, qërone, mes dyve, për shembull, mendoj që Glauku më i mirë për president. Mes dyve. Mirë, po nuk mendoj që asnjëri i mirë për president, sepse vjen nga vetëvendosja edhe fatkeqësisht nuk e kanë dëshmuar që janë, si më thon, kështu të qëndrueshëm, mjaftueshëm për mi bëu ball presionit të Kurtit. Pra, nëse lëvizja vetëvendosje pretendon që duhet me i kontrollu krejt instancat e pushtetit, mendoj që kjo gabim mia leju. Dhe këtu një punë të mirë po e bojnë partitë politike të opozitës që nuk po e lejojnë një gjatë tillë. Pra në atë llogarinë e Kurtit që këto të fiksohen. Kjo logjika nuk po e lejojnë një gjatë të tillë, këti po i konvenon si tregim pastaj për zgjedhje. Po mirë, veç që kjo sepse në vazhdimsi ta zëm pas zgjedhjeve paraprake, jo këty në të fundit, të shkurtit, kryesisht PDK-ja është mburr që nuk e ka leju Albulena Haxhiu me u bë kryetare kuvendit, ndërkohë ajo po bëhet edhe presidente tash. Dhe me këtë tregim bllokues Albin Kurti mori një rezultat më të mirë ndonjëherë në histori që ka marrë edhe ai edhe dikush në politikë. Sepse në popullu u kriju tregimi se këta janë për bllokim, jo për zgjidhje të problemit, ndonse gjykata kushtetuese konfirmoi që 33 herë vetëvendosje e ka shkel kushtetutën në tentativat për ta zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Dhe në qëtë rafsh ka rrezik që merr shit edhe një herë në këtë tregim opozita veçanërisht PDK-ja për të viktimizu zoti Kurti në popullin publik se gjoja këta nuk pelojnë me punu. Qysh dilet për i kësaj? Svari, mendoj që si vrojtues nga jashtë, pra si komentator politik që jemi unë e ti, për mua shumë e rëndësishme me majtë interesin afatgjatë të vendit në mendje para, si me thonë kështu, interesave joshjeve afatshkurta që mund t'i kanë partitë politike. Dhe tash, në diskutimin ose në ligjerimin politik të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët po thonë që nuk po dojmë ja leju ose mja mundësu Kurtit kapjen e të gjitha institucioneve, kjo ka kuptim për shkak të një parashikimi, projektimi që e kemi pa në vepër, një tentativ disa herë, nga Kurti për në vendosje të një sistemi autoritar për mbi Kosovën. Dhe natyrisht që ky kundërshtim shpesh herë mund të keq kuptu. Mirë, po në fund unë mendoj që ka me dalë mirë sepse në fund do të merret vesh që Kurti pas ka pas këtë synim. E dyta do të me kuptu edhe një gjë, krahasimi në mes të presidentit edhe kryeparlamentarit nuk bëhet se në kënë paralelit. Kryeparlamentari me vendim të gjykatës kushtetuese i takon vetëvendosjes. Dhe si kur thu për shembull që unë s'du me leju Albulena Haxhiu u bë kryetar, ose se votoj, jo s'du me leju, se na keq atë se kanë thonë. Ja, kanë thonë se kemi leju. Në raste të caktuara në debate publike. Po këta se mundsojnë. Qëta duhet përmes që jenë korrekt në situatën, votat e PDK-s dhe LDK-s nuk e mundsojnë një gjë të tillë. Nëse ka tjera, ai mundet me bëj se këta nuk janë ty e pengu. Tash kur i thuj jo Albulena Haxhiut për kryetar të kuvendit, dhe pastaj kur i thuj po Dimal Bashës, të ndodh me një krahasimi me semnave, po. Dhe thuj për Dimalin, po një qëta. Po të presidenti është tjetër situatë në mendimin tim. A mundet edhe kjo më kesh kuptu? Po, mendoj që partitë politike duhet me qenë shumë të zhdërvjet në shpjegimin e pozicionit. Mirë po mendoj që pozicioni i mirë. Pra më mirë me shku në zgjedhje, sesa me e pas Kurti edhe presidentin të vetit. Që kjo është për mu jashtëzakonisht e rëndësishme me u kuptu në këtë situatë. Tash, Albin Kurti e kupton këta. E kupton që ka jashtë zgjedhje, ja kompromis. Mirë po, ai do të bëj çdo gjë për mendimin tim, edhe do të ketë besojën, do të ketë edhe një qasje kështu më konstruktive. Tash, për me i vendos në pozitë prapë të palakmueshme dhe të vështirë partitë opozitare, pra me bën një farë mënyrë oferta, të cilat duken shumë të mira,
dhe në të cilat ai duket si i drejtë dhe parimor, ndërkohë që refuzimi nga tjerët është si jo parimor. Vistin gjëra nuk duhet me haru. Po duhet me pas parasysh se zoti Kurti nuk bën ofertë sinqertë. Ai bën ofertë elektorale, jo të gjetjes së Ai më shumë mundet me bë ofertë e cila të vendos ty në pozitë vështirë, sesa që e ka sinqerisht bashkëpunim. Që thot Ardan Sejdiu, ai është mjeshtër për me ta kriju përshtypjen se po merresh vesh me të, ndërkohë që nuk mundesh me u marrë vesh. Këto ka të shmundi sa herë. Do vendoj që këto raste të që i dim publik, na, s'po flasim për ato që ka ndodhur jashtë arsyeve publike, që i dim publik, sa mashtrimet ja ka bërë gati se secili ditë apo. Rastin e fundit patëm në mënyrë kështu sa me Fatmir Limën. Ose që me Vjosa Osmani për shembull. Rasti më i flest. E kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim mendoj që pozicioni i partive politike është i duhuri. Mos të harrojmë një gjë. Tash e kemi me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, për të cilin po pajtohena që i ka disa të meta dhe për mua mos kuptimsi, se nuk mundet 30 ditor me qenë, si me thonë, me karakter detyrues dhe pastaj mu shtypej. Me vendim gjykatës, s'ka kuptim kjo punë. Po sidoqoftë. Tash e kemi vendimin. Data e zgjedhjeve është e caktuar. Apo jo? Po. Tash kemi afatet e qarta ku shkon vendi zgjedhje. Nuk mund më mulujt. Nuk mund më mulujt kjo punë. Po mendoj, nëse zbatohet vendimi, nuk mund më mulujt. 34 ditë, pastaj shpallën zgjedhjet, mas largu që mund më shpallë zgjedhjet është 7 qershori. Pse është kriju një përshtypje që zoti Kurti gjen diku një veks për ta quë edhe një herë rastin e gjykatës kushtetuese dhe për t'i quë zgjedhjet në fund korrikut ose fillim kushtit. Çata unë thash sipas këtij gjykimi, se nuk e di që ka bojnë me bukta. Këta mund me prodhu tulifar kështu ide tjetër toksike. Mirë po, mendoj që gjykata kushtetuese në rastin e gjëje të tillë, mendoj që gjykata kushtetuese do të më qenë shumë e shpejt në përgjigje, dhe më thonë që e kemi trajtuar këtë çështje, nuk e trajtojmë më. Se mendoj që ka bërë gabim herën e kaluar që ka 2-3 vendime për çështjen e njëjtë të trajtuar tashmë. Po të se aktgjykimi i fundit është në frymën e aty në aktgjykime para prake. Po që kena pas 2 aktgjykime që marrë me paka shumë të njëjtën çështje, sepse këta do ishin me keq lecu. Këtë na që lexojshim aktgjykimet ishim çështu po thot. Përveç vetë vendosjes, kujtohet vitin. Po tash po lexojnë. Tash nuk po lexojnë afatin. Nuk po lexojnë afatin se kur duhet të zgjedhet presidenti. Nuk po e lexojnë fare pikën kur këta kanë insistuar që gjykata më vendos me detyru deputet me marr pjesë seancë. Po e keq lexojnë përmbajtjen se gjaja presidenti i Kosovës ka bërë shkelje të rënd kushtetuese. Pa çka në aktgjykim nuk konstatohet një gjë e tillë, pra ata konsiderojnë nul të pavlefshëm dekretin e presidentes, por ndërkohë ai dekret po jap zgjidhje përfundimtare këtij problemi. Se ka nisur proces. Se ka nisur këtë proces, pra është kriju lëndë për gjykatën kushtetuese, çka është mirë. Këta insistojnë që zonja Osmani mu shpall si shkelëse kushtetutës për shkak se po e duan zonjën Osmani të djegun si oponentja kryesore e Albin Kurtit në zgjedhjet e ardhshme. Dhe është shumë e rëndësishme për zhvillimet politike, kishte qenë shumë e rëndësishme nëse gjykata kushtetuese e kish vendosur që vendi ka shkuar në zgjedhje sipas dekretit, sepse i kish dhënë frymë dhe fuqi zonjës Osmani më të madhe në garën për garën e ardhshme elektorale, por duke i dhënë kohë shtesë 34 ditë, mendoj se gjykata kushtetuese ka pas qëllim me amortizu zonjën Osmani, me shmang pak prej këtij aktualiteti që me dalë më dopt në zgjedhje. Për këtë arsye gjykata kushtetuese mendoj që ka bërë politik dhe ishtë në nështru presionit të vetëvendosjes. Jo vetëm presionit që ka mujt me pas direkt qatë kësaj kohë, që unë besoj që ka pas presion, po presionit të vazhdueshëm të kërcënimit dhe linçimit. Këta thujse i kanë shpall tratar gjyqtarë të gjykatës kushtetuese kur ata rrëzonin ligje të antikushtetuese të qeverisë. Për këtë arsye është patën shpall luftë Llabanit, gjyqtarit Radomir Llaban nga komuniteti serb, duke shpallë si rrezik për sigurinë kombëtare. Këtë ka bërë edhe Vjosa Osmani. E ka bërë edhe Vjosa Osmani, po ndërkohë nuk e përmendin më fare. Nuk e përmendin. Çka ndodhi me rrezikun e sigurisë kombëtare? A vazhdon ai me qenë ende i rrezikshëm për sigurinë kombëtare, ndërkohë që vendos ka vot, ka votuar që të vendim. Ka vot. Përveç tjera që bën korumin minimal.
për mu vendos në... Jo, po na që ai ka kërku mu përjashtu, po nuk e ka leju. Ose s'muna është të në s'ki korëm. Po pra, dhe ky linçim, ky kërcënim publik që është bërë zotit Llaban, është bërë me qëllim për t'i friksuar edhe gjyqtarë tjerë, se e njëjta gjë pret nëse nuk i nënshtrohen pushtetit e Albin Kurtit. Dhe ata e nënshtru gradualisht Kurtit duke nxjerrë këtë aktgjykim. Ky aktgjykim është i presionit. Për këtë arsye është shumë i balancuar. Se nuk mundet edhe me qenë dekreti i presidentes antikushtetues edhe mos më shpall si shkelje e ranë kushtetuese. Pra ka bo balans, mos me lëndu as Vjosa Osmanin, mos me dhon as këtij fuqi. Unë kam thënë që kjo aktgjykim është stops në dorën e Albin Kurtit kundër opozitës. Bile sikur e thonja që thonë si mja dhon stupsin budallës. Nuk po e them në këtë rast, po është një stops në dorën e Kurtit kundër opozitës, sepse interpretimi që tash po i bëjnë, e që do t'i bëjnë edhe në të ardhmen, nëse vani shkon në zgjedhje, atëherë do t'jetë goxha i rënë edhe i fort kundër opozitës. Veç kjo është megjithatë është vendimi ta jep çatë 34 ditë që për mendimin tim është kështu elementi shumë i favorshëm për lëvizjen vendosje. Jo si kohë, po si interpretim politik, mirë po nëse lexohet krejt vendimi dhe arsyetimet e sheh që aty në fakt asnjë prej pretendimeve të lëvizjes vendosje nuk është marrë parasysh. Të gjitha janë hull poshtë. Po. Pretendimi që ka pas lëvizja vendosje, përfshi këta deputetëve detyrimin, përfshi që për shembull procedura ka nis me 4, jo me 5, bjen që i kena 60 ditë mas 5 e ka thonë si ki procedura, praktikisht procedura ka që dashme fillu në ditë me konstituimin, që të kanë me 34 ditë. Çka nuk është as kushtetues, Çka nuk është as kushtetues, e që kjo është interpretimi i ri i parimeve kushtetuese, ndërlidhja e afatit 60 ditor me 30 ditorin për situatat e ardhshme, gjykata kushtetuese ka thonë që 60 ditori nuk është i ndan për 30 ditorit. 60 ditori duhet mu konsumu për brenda afatit deri 30 ditë para skadimit mandatit. Dhe nuk ka lidhja e fillon se fillon procedurën, ajo konsumohet. Në raste tjera nuk ka lidhje e ke nis as ja ke. Hiç ka lidhje, domethënë ajo konsumohet. Këtë radhë nuk i e pas 60 ditë, prandaj po llogaritet që s'ke mujt me konsumu. Është veçanti. Pra në farë mënyrë gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë Vjosa Osmanit. Veç ka thonë edhe e ka qartësuar që në raste të tilla kur kuvendi dështon me zgjedh presidentin, nuk ka nevojë për dekret presidencial, sepse shpërndahet automatikisht. Sipas kushtetutës shpërndahet, s'ka nevojë për dokument shtesë. Po ti pse e ke lëshuar dokument shtesë, kjo nuk është shkelje. Se që tupja bën keq interpretimin e aktvendimit të gjykatës kushtetuese, lëvizja vendosëse po thonë e ka shpërndar arbitrarisht. Jo, gjykata kushtetuese në fakt nuk thotë që e ka shpërndar arbitrarisht. Thotë që sipas parimit detyrues, për karakterit detyrues të afatit 30 ditë para skadimit, kuvendi shpërndahet. Arsyeja pse s'po shpërndahet që ky kuvend është për shkak që nuk i ka pas 60 ditë deri në çat datë. Dhe po, këtu për mendimin tim është kompromis politik. Absolutisht pajtost. Kompromis politik, atë në farë veçantie, po, çka është shumë e rëndësishme është që gjykata kushtetuese jo vetëm që s'e ka shpall dekretin antikushtetues, pas nuk mendon që veprimi i Vjosa Osmanit është në kundërshtim me kushtetutin. Fakti jep të drejtë. Po jo dekreti. Dekreti është gabim procedural. Po çasës po. Çasës po. Si me thonë, për shambull, ku ta dijon, këtu dihet në medjen që u drejton të paparaci që prej kësaj ditë të bëhet çështu, po tjerë shoni dokument shtesë për atë punë. Thonë, shumë faleminderit, drejtor, po s'ka pas nevojë për dokument se e kena ditë. Apo jo? Kjo është gabim, kjo është shkelje, kjo vetë është kështu vëllë një letër, ani faleminderit. Në çë drejtim është unë e lexoj dekretin. Tash, kam e keq përdorur dhe është ka keq përdorur lëvizja vendosje. Një gjë mirë që është në këtë drejtim për mendimin tim është që edhe nëse shkojnë rrugës së shpalljes antikushtetuese të Vjosa Osmanit, që do të më bëjë përmes gjykatës kushtetuese, se ajo nuk është shpall, kjo nuk e ndikon afatin orarin zgjedhor. Se s'ka qysh e ndikon. Shtatin është 7 qershor data e fundit. S'ka qysh. O presidenta shkojnë zgjedhje. E as nuk ja jep mundësinë Albulena Haxhiut ushtruese të detyrës së presidentit, se ajo do të jetë ajo që i shpall zgjedhjet, me Vjosa Osmani s'ka dhënë mandati. As nuk ja jep asaj mundësinë që me lujt me afat. Po mendoj nëse jemi në përputhje me kushtetutin, a mund me shkel ajo, po mund me shkel. Megjithatë ekziston ai rrezik. Po ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese për mendimin tim është shumë i dobishëm në çdo situatë që po hi. Se na kemi diskutuar disa herë, domethënë brenda më e madhe që e ka sot Kosova, është që momenti kur kalon presidenca në duart të ushtruesës së detyrës
e cila pastaj sigurisht që atë zyre do ta vendosë në funksion të Albin Kurtit. Dhe çka bëjmë na nëse ka shkelje të tilla? Tash e kemi edhe një qartësi të freskët të aktgjykimit gjykatës i cili thotë që në ditën e 34 ja kemi prezident, ja s'kemi kuvend. Që kjo është kështu du të më lexu se që kjo është kështu imperative, apo jo? Pra ja zgjedh presidentin deri në ditën e 34 prej kur ka hyrë në fuqi. Aktgjykimi duhet tajtën. Ja shkon zgjedhje. Mund nuk diskutohet, jo po tha presidenti, ajo po tha ky. Të mërkurën ka ju, ditën e publikimit. Pit mërkurës. Domethënë 34 ditë të nesër në 34 ditë është veç një detyrë që do të më bëj. Me i caktuar zgjedhjet, datën, të cilat nuk mund të jenë më larg se 45 ditë prej asaj dite. Kaq. Ma herët mujnë edhe me qenë. Dakor jam. 30 dhe 45 ditë. Ajo pastaj mbahet edhe me kapacitetin. Kapacitetin e KQZ-s mo përgatitë kështu me radhë në çështje. KQZ-ja gjithë është gati. Kështu që në rregull, a një javë përpara një javë a me 7 qershor në rregull, atëherë janë zgjedhje. Tash ai ka dashur Albin Kurti zgjedhjet me 7 qershor, nuk mendoj që ka dashur. Ashtu që pse do kemi shtyp për mendimin tonë, është më shumë ma afër verës. Ai dhamë se më Vjosa Osmanit me çet refuzim kaq brutal që ja boni. Sepse Zonja Osmani ka nis ka pak më viktimizu me pash një forum këtu, ku tha, po më shajnë, po më sulmojnë, po më bëjnë kështu, po më bëjnë kështu. Që ato që i përjetojmë në gjithë edhe prej saj. A ka prit ajo krejt këtë përplasje që ja ka bo. Se ishtë shumë interesant se mora vesh një tregim të Vjosa Osmanit se çka ka ndodhur ditën kur janë taku në kabinet. Qenë situata shumë e tensionume sa për një moment Vjosa Osmanit i kishte ardhur edhe shpull më përdor. Pse gjithë kjo thyrje ka që madhe mes këtyne dy shpëtimtarëve të Kosovës për nështë edhe të kombit. Më rrët këtë Balkanin e pas vetë, bile edhe të Evropës ka një herë me nëshën, po që o në që shumë mirë, është ku bo që kjo thyrje, për dy arsye. Një që kjo unë alo besoj që kjo qarje e rritë potencialin demokratik Kosovës. Se sa mirë, se diqysh është, a vetëm të çiftet Hollywoodit, për shembull, kur është nda Brad Pitti me Angelina Jolie, ka shkaktuar një farë lëndimi shpirtënor të komplet botës, sepse i kanë pas si model që të bën për njëri tjetrin. Edhe këta në politik e patën kriju për shtypin, edhe këta vetë, po edhe njerëzit që janë të bën për njëri tjetrin si partner në opozitë. Ndërkohë këta kishin qenë partner në Krem, siç po thot Vjosa Osmani tash. Sakt, edhe këtë nuk është që se kemi ditë na, apo jo, nuk është që se kemi folë këtë punë. Se nuk është që për shembull ka njerëz që kanë menuar ashtu, po s'kemi menuar tonë ashtu, apo jo. Na kemi ditë që kjo është marrëveshje për interesa, dhe dikur ato interesa ndryshojnë, edhe kjo ndahet. Siç që ka ndodhur të tjerëve, siç ka më ndodhur të tjerëve. Në politikë njerëz nuk him se duhen në një tjetrin, po pse kanë interesa përbashkët. Po mendoj në bashkëpunim. As brenda partive të nuk i kanë njerëz që duhen me vetë, por që kanë interes përbashkët. Për shembull, lëvizjet vendosur nuk i kanë njerëz që dojnë një tjetrin. Lëvizjet vendosur është një grumbull i njerëzve që janë shok me një tjetrin, por që kanë interesa përbashkët. Natyrisht. Në momentin që nisin me huqet e interesat, i kemë pa çka më bëu aty. Edhe kjo fjalë let metet për çti emisioni për të armën. Nuk e di kur është ajo armë. A është mas 2 vjet, mas 5, mas 10. Po në momentin që nis me ra po shtet. Copa bën. Se interesat për brenda një partie veçanërisht të madhe dhe kur është në pushtet, fillojnë më u bë dhe kundërthënëse mes anëtarëve. Nuk janë homogjene në kundërshtim me palën kundërshtare. Janë edhe të brendshme. Siç kanë edhe parti tjera. Këtu ka më bërë shumë keq. Po, tash edhe që kjo marrëvesh nuk është edhe shumë mirë. Tash për tash, sepse ky qarku i Kurtit është zvoglu shumë. Pra prej disa shokëve të ideologëve të lëvizjeve vendosje, ai ka përfunduar në Kuran Muratin, ta zonë. Po tash si njeriu më i afërt i tij. Ndimal Bashën. Po tash çore, domethënë në lëvizjet vendosje përpara ka pas më shumë ideal për 2 arsye mendoj. Një është që atëherë lëvizjet vendosje s'ka pas pushtet. Kështu që njerëz që për një me kanë dashur më angazhu, ka pas edhe që kanë janë angazhu për shkak se presin pushtetin. Po më shumë njerëz kanë ardhur sepse i kanë pëlqyer ose besuar idesë, pavarësisht asaj. Dhe e dyta është që atëherë, domethënë sjellja politike
në pajtim me konceptin dhe idealin ka qenë normë brenda lëvizjes vendosje. Pra prej kreut të poshtë. Sot kur e kiti kreun e lëvizjes vendosje, kretarin e lëvizjes vendosje, që i shkel këtë ato parime ideale, idealistike, të them ashtu, që i ka pas lëvizja vendosje, pastaj edhe antarët thonë, po mirë, më shpërbëj ka ky pse mos më bëna. Nëse për shembull kreu shkon e centralizon pushtetin dhe punon vetëm me njerëz për të cilëve ka interes të drejtë për drejtë, politik financiare, ku ta dijon, atëherë antarët janë thonë, a çështu do ka puna po në rregull, pra hajde na bëjmë çështu. Edhe kjo shkon pastaj zinxhir, natyrisht. Se në atëherë përdorshim kujtohet shumë mirë kur i kritikojnë parti të tjera, thëshim, "O, çfarë të ju thëshim." Peshku kalbët pi kokës. Kur kalbët koka e peshku pastaj edhe trupi kalbët se s'ka kam ja majt, po nuk ka probleme të antarësia, probleme të kreu. E tash lëvizja vendosje është i njëjti peshk, që ka filluar me kalbën kokë. Dhe pastaj do të kalbët krejt. Bashkëpunimi Vjosa Osmani Albin Kurti është e vërtetë që e ka kriju në sytë e qytetarëve të Republikës Kosovës, brenda e jashtë Kosovës, si një fat bashkëpunimi ideal, i cili do ta shpëtoj Kosovën nga e keqja dhe fëqafja. Po kështu është perceptuar. Edhe ta kështu e kanë paraqit vetëm. Njerëzit ju kanë besuar, në rregull. Tash, që ky moment i shkondesh me qenë vetëdijsues edhe për ta. Dhe ky vetëdisim unë nuk isha pas. Ta opreshën, pra nuk përtojnë më me shpëtim Kosovën. Se po a e shpëtuam. Se ke bën, hajde po dami se e shpëtuam. E që s'pas ka më nevojë as për Albin Kurtin apo jo. Ose po dami se kena pas jetë me shpëtuar, po kena pas interesat tona. Që ke e dyta është e vërtetë. Se me shpëtu s'ka shpëtu sa. S'ka ndryshu kur gjë. Mirë po, mendoj që njerëzit tash do të me lexu jo vetëm si shpërbojnë nga njerë gabimin që pisha do. Po thonë, tash Vjosa pas ka faj. Albini apet për jeti pa fajshme. Se faj kanë dytë. Faj, s'pëtu as me qujt faj dorën zemrë. Është veç thjesht janë ardhur një moment kur thonë diçka Vjosa tha unë kam hala interes me bashkëpunë me ty, si presidente, ky tha jo s'kam më nevojë, ditën e mirë bash, del zgjedhje dhe çyje. Qërë nuk ka pozicion që është po shtrohet ka njerë kështu si me thonë jo etike e tjerat i Albin Kurtit. Albin Kurti po sillet si politikan. Po Vjosa po nihet e tradhtuar. Ani shumë mirë. Po nihet e tradhtuar për shkak se mes tjera është unë edhe ja kam caktuar datën e zgjedhjeve që e ka lyp. Shumë mirë, ajo ka drejt mund nihet e tradhtuar. Mirë, po çka po them është që zhvillimi është politik normale. Veç unë ku kam një problem është që qytetarët e Republikës Kosovës duhet me kuptu këto saktë qysh është. Politik e kulluar. Ky po sillet politikisht, kjo po sillet politikisht, ta tjerë po sillen politikisht. Ky aktualisht ka më shumë të vota. Nëse dikush tjetër do të ketë, po nuk është Albin Kurti kur gjë i veçantë politik rasuar me tjerë. Apo jo? Që kjo do të më jetë. Kjo është e normalja. Dhe mendoj që këto kërkosh s'mund me ta kundërshtu si postulat. Po thonë po jo, po ky ka më shumë të vota. Po, e vërtetë, është ka më shumë të vota po qeverinë dhe qeverisë. Dakor. Edhe këqyrim që është për qeverisë. Po mos më thuj që jo pejgamber. Se pejgamber po shihet që nuk ka. E dyta që është hala më e rëndësishme për demokracinë, prandaj po them që kjo ka potencial me bëu çitçarin që mundson demokraci. Është me kuptuar që në Kosovë politika nuk do të sjellë njerëz nga qielli. Shpëtimtar që na vijnë nga jashtë që kanë prit njerëz. Po me kuptuar që procesi është evolutiv normal, ka njerë kemi pak më shumë progres, ka njerë kemi më pak progres, fatkeqësisht në qeverinë Kurti progresi ka qenë minimal. Mirë po kur gjë jashtëzakonshme për të mirë se ka ndodhur. Sa i përket demokracisë, besoj e dëgjova. Sa i përket demokracisë ka pakthim. Ka reglas. Dëgjova këtë shefin e delegacionit. Dhe është mirë me fol Xhemaj Rexha, kolegu ynë edhe Flutra Kusari, për një takim që kanë pas me zotin Kurti. Çka është diskutuar aty? Se kanë qenë ata brenda. Është të tmerrshme. Çato elemente që i dha ky Çuçupat Gutierrez. Po, është të tmerrshme. Ato kanë të frikshme çka ka thonë Albin Kurti. Dhe me thonë Albin Kurti, që aty raportin me media ndërton si raport me armikun. Tha, ata po na sulmojnë neve edhe në ata. Kjo i bjen të këshyrim kush konin për mund në fund. Para mendo, kryeministri që ka thot për mediat e Republikës. Dhe me thonë, kjo më shpall luft. Në vazhdimsi, unë e kom thonë, se kjo është e organizuar prej Albin Kurtit dhe e shtrirë poshtë. Ajo është, si me thonë, baba që pithojnë këta, edhe të kësaj keqe, cila ka ndërtu një tregim kas të rrezikshëm edhe kas shumë ka kriju pasiguri për gazetar, sa ai është përgjec edhe nëse dikujt i mungon 100 me flokut. Ai është përgjec. Edhe te ai duhet me lyp përgjegjësi, sepse ai është armiku i fjalës lirë, rrjedhimisht i bartësve të fjalës lirë dhe mediave që janë gazetarët.
Për këtë arsye, ai ka shpall armiq, ndërkohë gazetarët po mbrohen nga sulmet e vazhdueshme të këtij armiku të demokracisë. Besoj e keni pa Krishtikun me atë deklaratën që për mua çaj është lufta hibride. Një organizatë që merr fonde, se gjoja po e lufton luftën hibride, ndërkohë që i prin luftës hibride me para nga Bashkimi Evropian të cilat kanë pagu për ta bërë të kundërtën. Kjo është luftë hibride. Edhe këtë argument të Kreshnik Gashit, Albin Kurti e ka përmend në takim me delegacionin e Këshillit të Evropës. Ka thënë se gazetarët po marrin pare me çanta për Serbisë. Dhe thot një gazetar, totalisht i papërgjithshëm, i cili është pjesë e një organizate e cila në vazhdimsi ka luftu gazetarë në Kosovë, që konsiderohen kundërshtar të Albin Kurtit. Unë e pava që shu për po që a i me unë zirë për kësaj situate, por e ka ba një dëm për çka është përgjegjës për këtë punë. Absolutisht. Sot i Kreshnik Gashi është ftun prokurorinë speciale për të dhënë deklaratë, sepse akuzat i ka bërë tepër të rënda. Ne do ta shohim, besoj në ditët vazhdim, se çka ka thonë para prokurorit aty. Kush janë gazetarët që kanë marrë pare me çantë? Ai një këtë gjë që ka thonë prokurori, duhet me dalë me thonë e publik dhe me kërku falje, sepse kjo gjuhë është rrezikshme që vjen nga një gazetar, pjesë e një organizate që i ka luftu gazetarët. Juve besoj që ju kujtohet, kur e ka pas të drejtën birni të gjoja verifikimit të lajme me Facebookun, sot dami na ka shkaktu neve. Ke pas lajm me burime të sigurt, dhe këta, çka kanë bërë, kanë thirrë zëdhënësin e qeverisë, a është e saktë kjo? Ai ka thonë jo. Këta ta kanë raportu lajmin që është i pasakt dhe të kanë dëmtu edhe në biznes. Kanë bërë me qëllim. Dhe kjo është me qëllim që kanë bërë. Pastaj te ai dokumentari aty. Është një pjesë ku flet Murat Mehmeti, shefi njësisë, një njësie të hetimeve në ATK, tash në pension. Një njeri që thoshte se në studio televizive se Albin Kurti, Adem Jashari edhe Hasan Prishtini janë tre njerëz më të mëdhenj të këtij vendi, pra dikush që është i nënshtruar te Albin Kurti, ai e thot në dokumentar, e konfirmon se thot i kemi hetu mediat, i kemi hetu thot mediat. Kush të urdhënoi ty me hetu mediat? Cila ka qenë baza dyshimit që i ke hetu mediat? Ai e thot, më në fund e konfirmon, e thot nuk kemi zgjedhur asnjë provë që janë të financuar nga burimet të dyshimta. Vetë me gojën e vetë, thot ai. Por megjithatë thot, unë besoj që marrin pare me çanta. Do të thonë pas hetimit. Edhe pas hetimit. Qysh beson ti? Ky është qëllim i keq, i organizuar për Albin Kurtit. Dhe Kreshnik Gashi ka përgjegjësi nëse dikujt i mungon i kime flokun këtë vend. Ai është përgjegjës për fushatën agresive që është tu shpërthy kundër gazetarëve që konsiderohen kundërshtar të Albin Kurtit. Turpi qoftë. Edhe tash problemi këtu është që kjo tash u bë fushat e vetëvendosjes, është edhe njerëz të eksponent kryesor të vetëvendosjes të e përdor këto. Ndërkohë që këtu nuk po rrezikohet vetëm se qëre. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme në këtë drejtim për mendimin tim. Para është që rrezikohen gazetarët dhe mediat edhe fizikisht, po pajtona fizikisht, familjet e tyre. Që është rrezik shumë i madh, edhe kur kush nuk ka drejt me rrezikuar jetën kërkojna. Qoftë edhe nëse janë të marrë pare, nuk është punë e jotja si gazetar, po është punë e policisë me hetu këtë punë apo. Jo më që ti provat, ose që ti provat, po që provat edhe ku duhet. Kush? Dhe tjetra, që i thu veti gazetar hulumtu se nuk pas ke siguru prova kush ka marrë pare, veç delja fut aty. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme për mendimin tim është që kjo është goditje shumë e madhe demokracisë poshtë. Nëse ti delegitimon mediat, që është synimi për shtetit, e nëse ti ndihmon si pjesëtar i mediave këtij synimi për shtetit, te atëherë je ka dëmton jashtëzakonisht shumë vendin. Se nëse ti kredibilitetin e mediave e zhvillon e udhë poshtë, edhe vetë dëmtohesh si gazetar, potencialisht dikur, po edhe demokracia mos ka kuptim. Se para mendohet një situatë për shembull ku na këtu mbesim vetëm me informata qeveritare.
në Kosovë. S'ka ma Veç ato qeveria, veç ato e kisi informat. S'është më e demokraci. Harua. E ka thonë një ish shef i shërbimit të Serbisë deklarat publike, ku tregon se zyrtarëve pas luftës në Kosovë, zyrtarëve të Serbisë ju ka thonë që na duhet me bësh mas me i delegitimu ushtarët e UÇK-s dhe komandant të luftës. Me i kompromitu deri në atë pikë sa ata mos me i dashtë populli vetë. E njëjta logjikë është kjo. Duke u ndjek nga Albin Kurti, se këta nuk e konsiderojmë opozitën problem. Këtë opozitë se konsiderojmë problem. Kush janë problem për këta? Janë gazetarët me kredibilitet. Gazetarët të cilët këte kanë sjellë në pushtet. Pra, duke u marrë me partitë politike tjera, ka me mira shkrime për qeveritë e kaluar me korrupsionin masiv që ka qenë. Nuk kanë qenë enxoj ata, kanë qenë të korruptum, në palës. Dhe si rezultati këtyre ky ka ardhur në pushtet. Dhe ky e di fuqinë e mediave, sepse ky është po kaq hajnë sa këta tjerë, dhe thot, ti delegitimoj unë media që në mënyrë kur të më nxjerrin mu skandalet, siç po vazhdoj me nxjerrën në vazhdimsi, populli mos më besu, duke i lidh këta me Serbinë si armiqtë të Kosovës. Kjo është puro fashizëm. Këta ka bëjë Hitleri. Hitleri. Këta veç sa nuk vinë me nxjerr njerëzit natën prej shtëpie dhe me i pushkatu. Sepse të gjithë tregimin që dikush mundet me nxjerr natën nga shtëpia me i pushkatu, është të ndërtu ky regjim. Është të ndërtu Albin Kurti. Dhe kur del ky raport i Këshillit të Evropës, ka me qenë raporti më i keq i mundshëm, sepse ai ka dalë i tmerruar nga takimi me Albin Kurtin. Edhe ajo është, domethënë, edhe në konferencë për shtype po është që kur folke kështu, këta kanë reaguar edhe më herët, domethënë ka disa raste kur kanë reaguar si organizatë evropiane për sigurinë e gazetarëve, po me gjas vizita e tij këtu dhe takimi me kryeministrin e ka bindë përfundimisht që këtu ka problem të madh. Se ne shisha edhe në reagim në rastit që ai tashmë i tmerruar që po thotë dhe i bindur përfundimisht që ky është problemi, qeveria është problemi. Se kur i thotë për shembull një njeri që ka, çfarë thon, veshin e trajnum për një shoqëni të lirë, si gazetar të për Evropë, kur e nin kryeministri të thon këta neve po na sulmojnë e na këta, kjo tingëllon si fjali pej shekujve të mëparshëm, jo për këti, për botës perëndimore sot. Ka edhe në përvendet e tyre, kësi njerës, më mësë kështë kupta. Po kur e thot kryeministri me, si me thonë kështu, me kaq gjaftësi, fakti që ti e thunë një persone që është për me mbrojtë të drejtat e gazetarëve dhe fjalës lirë, që mediat po më sulmojnë mu, është shumë problematike, sepse mediat nuk sulmojnë. Në përgjigjen e ajatollave të Iranit, Trumpit si kundër ofertë për paqe, mes tjera që ata thanë, me arrestu gazetarët që kanë shkru kundër neve. Pra kërkesë e regjimeve është kjo. Dhe kjo është regjim. Kjo është regjim, sepse ti thuash në takim një përfaqësues evropian, i cili ka më nxjerr një raport. E ai raport mundet me qenë edhe përcaktues për ecjen e Kosovës në integrime evropiane, se gazetarët janë të shitur punojnë për Serbinë, ndërkohë ti ke gjithë aparatin shtetënor dhe nuk je gjendje me ja dëshmu kujdo që ka marrë para nga Serbia, por në fakt je ti ai që merr para nga Serbia nëpërmjet njerëzve tu të cilët i mban edhe i mbron deri tash. Unë ja kam dëshmuar Albin Kurtit se ambasadori i tij në Kroaci me dokumente, unë personalisht ja kam dëshmuar 1,5 milion i ka marrë veç në Prishtinë nga Beogradi dhe ato para i ka nxjerr cash. Që dëshmoj vërtet. Dhe unë jam i bindur, e vërtet. Dhe unë jam i bindur se ato para i ka nda me vetëvendosjen. Jam i bindur. Por unë nuk po them i ka nda. Se hetimi është që e vërteton. Do shta nuk e vërteton kur se i ka nxjerr cash. Po e vërteta është që ke marrë pare pe Beogradi. Qa kanë bo mediat? Qa kanë bo mediat? Se qitatë, me thonë, këtë që pequmë si sëllë. Hajtë të këqyrim që kanë bo mediat. Se ta për do raste që i dim. Tashtë hina se cilin detaj për do raste që i dim. Janë 3 afera, apo, të korupcionit që janë raportu shumë media. 4 në fakt me subvencionet. Martin Berishaj, që u dëshmun, po dhe ka pranu dhe vetë, që ka marrë pare, që i ka nxjerr, o dëshmu kje. A vetë ka pranu në komision. Apo, kështë e për thotë s'ka kur gjithë kesh atë, në regull.
Po ti ke marrë. Çka kanë thonë media? Media kanë thonë që ti po merr para për genit. Kjo dule vërtet. Media ka raportu, të vërtetën. Geni, qendra në Beograd. Qendra Beograd. Pra, media e ka raportu të vërtetën. Tash merret gjyqësia me atë punë. Media s'mund më të shpall ty fajtor. Gjyqësia mund më shpall ose më të shpall pa fajshë ku e diune. Rasti i dytë i Kekut. Është proces gjyqësor, apo? Do të thonë edhe kjo dyshimet Ka gjykim. Dyshimet janë të bazuara. Ato Ato që i ka qit media, do të thonë janë dalë vërteta. Tash janë në akt akuz, në fund vendos gjykata. Rezerva shtetërore. Po ashtu jemi në gjykata, po. Është akt akuz e konfirmoi. E konfirmuar akt akuz, do të thonë për gjykatën që çto akuza janë të vërteta. Apo kështu që çfarë ka bëu media, cilë sulmi këto s'e kuptoj. Fakti që ka raportuar për çdo. Kjo nuk do nas me raportu. Po veç Kjo do si media që ju jep para cash apo llogari. Ky bëdo media që dalin dhe i sulmojnë kundërshtarët e tij. Po pra. Pa e so media ata. Ja, kështu Jo, i do. ata janë media, ata janë vegla, po jo media. Veç këshyre kush kënë e kam financu qeveria Kurti. Ka gazetarë dhe media që i ka financu. Po. Edhe i financa. Po çka bojnë ata? Ata i sulmojnë gazetarët edhe media tjera të cilët raportojnë për korrupsionin e Albin Kurtit. Pra ky është ndërtu një sistem piramid diktatoriale, mrena për mrena të korruptuar, për t'i delegitimu të tjerët dhe për t'i bërë të pabesueshëm publik kur ata raportojnë për aferat e tyne korruptive. Ky është regjim. Regjim është. Se në regjimet, kudo që ka regjim, janë më të korruptuara se sa vende demokratike. Se në regjim ndodh korrupsioni, po kërkush s'merret me to, sepse është pjesë e regjimit ajo. Ajo është e nënkuptueshme. Ti ki regjime që elita politike jeton në luksin më të madhin, siç ka qenë Enver Hoxha, ndërkohë populli vuan për bukë. Kanë një njerë më të pasën rusishtësh. Putinë. Po ti edhe internetin për nalë. Absolutisht. Edhe rrjetet sociale për nalë. Bile edhe këta... Telegramin. Jo, edhe këta të Iranit, këta ajatollah që janë të lidhët me... Po sa pronat i kishin... Ta ishin pak të pronat ishin. Sa pronat i kishin Londër, i kishin shtëpi multimilionshë. Prandaj unë e them në vazhdimsi, edhe ja u bëj qartë këtyne, sikur se dhe atyne paraprakisht, nuk ju tutna. Le të përdorin se cilën metodë, çto kanë me pas. Por nëse te i kalojnë luftën demokratike, ligjore, atëherë këtu jam edhe personalisht për ta. Jemi vend i vogël, unë nuk ja fali kërkujt që më bën qëllim, që më bën dëm me qëllim. Se kur ke diçka, mi ki institucionet merren me neve. Si që ka thonë ky Murat Mehmeti, i kemi hetu. I kemi hetu, po s'kemi zgjedh kur gjo. Le të hetojnë, që e kur zyra këtu, kur do në letë binë. Llogarit kanë qase ata. Ta kanë qase të pakufizume në gjitha, bile edhe me GPS sa kanë provu, s'kanë gjithë kur gjo. Le të provojnë, po nëse te kalojnë këto, kësaj jemi. Këtu për fund, unë veç që edhe një diçka kësha thonë, qëre Kosova, edhe unë këto e kam besim shumë thellë edhe për shkak të historisë. Populli i Kosovës nuk ka duru kur diktat, edhe kur s'ka pas ka me bo, po jo. Populli i Kosovës është çliru edhe për Miloševićit. Në Jugosllavi nuk kena nejt rahat edhe kur s'kena pas që me bo, dhe e kena ditë që s'kem që me bo. Demonstratat 68 në Stati Unite kështu, e kanë ditë që s'mujnë me ndryshu kur që. S'kan që me bo, se Jugoslavia po në fort, po mirëzatë s'kan nejt. Dhe s'ta durojnë kërkan. Po. Në do mendoj që kjo përësi për gjithë ata, jo për Albin Kurtin, sa e ka synimin e vetë politik. A i dënë me pas një kontrol autoritar për mbi shtetin, është shumë e qartë. Që ta për rreth ti, mendoj që nuk duhet me haru që kjo s'ka me pas sukses, këta kanë më buhur. Se nuk ka gjë më të keqe se sa me ndihmu një pushtet autoritar. Nashta me luftu dhe s'ki fort guxim, edhe e kuptoj. Ose s'ki mundësi, e kuptoj. Po me ndihmu shumë keq. Mirë që na jemi këto, kemi me qenë këto si gazetarë të lirë që e kryjmë punën tonë, funksionin tonë. Do t'i ndjekim edhe i përcjellim në vazhdimsi çka bëjnë ata, sepse ata vendosin për fatin e secilit prej nesh. Mirupafshim.